bëjnë palma, bëjnë ndriçim, bëjnë shëtitore, bëjnë parqe, bëjnë shatërvan, bëjmë qytetrim me fjalë. Tashi, kujt nuk i duan këto, vetëm deleve. Delet nuk ka nevojë as për ndriçim, as për shëtitore, as për parqe, as për fusha sporti. Delet kanë nevojë për barë, do me thëmë për barkun, edhe për gjumë, do me thëmë të shkojnë në stallë. Ky është përkthimi i këtij koncepti, që për çerek shekulli, shqiptarëve ju privua e drejta që të jetojnë diçka më shumë, vetëm për te barkut. Për të ngrënë, për të fjetur edhe për të shkuar punë. Ndërkohë që se ka këtu familje që duan të kenë qytet, se ka këtu fëmijë që duan të kenë qytetin e tyre, se ka këtu të moshuar që duan të kenë qytet, jo. Sheshet e qyteteve, parkingje, me balta, me gropa. Dhe po të them këtë tani, që ajo që nuk kuptoni ju, ti e kupton, po ti tani këtu janë rol, se këtë pjesë pak nuk ti e kupton. Po janë rol, se ti je tifozi më i madh i asaj historie, ma ka thënë 100 herë. I transformimeve të qytetit, pa dyshim, se janë veprat socializmit në momentet të tmerrshme. Po të themi, mos jam rol, po të bëj llogari për lekët që ke harxuar, jo që i ke bërë. Po llogaritë se si e për të punë llogaritë i bën qeveria llogaritë. Dhe prit të të shpjegoj. Dhe po të them këtë gjë. Tashi, si shpjegohet më Fevzi që merresh me këtë anë dhe thua keni investuar, ne kemi bërë 400 projekte, nuk kemi bërë vetëm sheshe. Kemi bërë ato para që thuat janë 400 projekte të rilindjes urbane nëpër qytete. Tashti, si nuk merresh me anë tjetër që pasuria e shqiptarëve që jetojnë në këto qytete, është rritur. Vlera e apartamenteve, dyqane është 2 fishuar, 3 fishuar, në lungomare do 5 fishohet. Pra shqiptarët sot kanë do të të ftoj, Po, kur të mbaroj, pra se ka 4 vjetë që ka nisur. Do të të ftoj, mos u shqetëso. Bëhet rrada 10 kilometra për shkuar një. Nuk është kështu si thua ti, se s'kam unë 4 vjetë që jam qeveri.